Gjatë 2 muajve të fundit në rajonin e Ferizajt kanë ndodhur 4 aksidente me fatalitet, ndërsa janë regjistruar 365 të tjera me të lënduar dhe me dëme materiale. Ky numër i aksidenteve dhe fluksi i madh i automjeteve ka bërë që policia e Kosovës të hartoj plane për parandalimin e aksidenteve. Së fundmi, policia ka krijuar një task force, ku përveç që ka rritur numrin e patrullave në trafik, ajo detyrën e saj po e kryen edhe duke patrulluar me veturat civile, në mënyrë që të identifikoj shkelësit e rregullave. Gjithherë muajin korrekt edhe muajin gosht kemi një rritje fluksit të automjeteve dhe ne në fillim korrikut kemi para po, si njësia e trafikut Ferizajt, po flasë që kemi para po një plan edhe kemi hartu një plan edhe jemi duke operu me atë plan parandalimi aksidenteve. Mirë, po ditëve të fundit sigurisht se edhe jo keni ndëgju në media që Policia Kosovës në nënsi ka hartu një plan operativ dhe ka kriju një task force enkas për parandalimin e aksidenteve. Lidhur me planin ton, parandalimi e aksidenteve edhe task force, ne jemi të punu në vazhdimësi me patrolla shtesë, njëkohësisht jemi të punu edhe me vetura zyrtare cilat janë me targa civile që ti identifikojmë kundërvajz të rënd që shkelin ligjin mbi rregullat e trafikut rrugor dhe ti sankcionojmë ata që shkelin këto rregulla. Edhe vozitësit thonë se kujdesi shoferëve gjatë vozitjes po mungon. Shkaku është kryesori mos kujdesi në rrugë. Edhe shpejtësia, kuptohet. Që gjobë mora se kesh pak shpejt. E më kanë në Zvicër ku jeton? E kisha marrë një të në gjubë. A vëzitë edhe atje kështë? Na jarë, po. Po gjithë përgut jemna. Si këtu e përgut, si kur atje përgut. Apeli jam është për policisë më zbelshu asë një njeri pa e dënu. Vetëm ligji i mëson njerëzit. Edhe në Zvicër jena njëjtit njerëz, si këtu si atje. Po atje jem atë kujdeshëm se e kem frikën. Këtu, absolut mos me toleru. Dhe veç frika, pra? Veç frika. Edhe ligji kuptohet, vetëm pak për na maltretoni neve të jashtit. Se s'pë na merrni porën dorën, jam për rrugë, tash do të më thyrë rrugën, me shku me lyp bongat, me pagu bong, me pru dëshmi, me marrë dokumentin. Mrapa. Shive aksidentet nështë tu janë shumë nga ku me rrugë, momentale si të mos ku po vim pe jashtit jemi nga ku shumë nga kesa. Pak du me thonë me një mënyrë, edhe këta shka vinë pak nuk e respektojnë disa sene, du të kuptojnë, tash si dhe mos disa të rjedhe, që janë do shta shpejtësit, këtu po janë pak si kena armën tonin e pak matë lirë disa sene, po atje nuk gudzojnë, këtu pak po lironë, pak si po vinë venin tonë, penin vetën matë lirë, se jemi do të ashtu pak që matë lirë, pak e shpejtësin për përdorin pak matë tepër, tani pak, qa përdi, shëja sene, mungojnë është të disa këto. Bëjnë vozitjet jo të kontrolume, nuk përcjellin shenjat e komunikacionit. Kisha bo apel gjithë vozitës me bo vozitjen, bo shenje e komunikacionit, me pos kujdes. Tash është pak edhe koha tepër e nxehtë, dhe më thonë, është pak ma e vështirë vozitja, se sa kona pak ma temperaturat kur janë ma buta. Na dhe me thonë, na du të me konë matë kujdeshëm, me konë pak matë kujdeshëm, komunikacion. Përveç rritjes aksidenteve dhe patrullimin nga ana e policisë, ngritje ka pasur edhe në shqiptimin e gjobave, ku në raport me vitin e kaluar është rreth 8% më shumë. Policia e Kosovës bën apel tek shoferët që të kenë kujdes më të shtuar gjatë vozitjes.